Tani Mona ne jemi në një pjesë më private, më intime, vetëm ne të dy. Askush tjetër, ne të dy edhe bota. Ne të dy dhe bota. E bota. Nuk pa kishte marrë mendja kur që unë në jetën time do merja në intervistë Monika Kuremavi. Unë vetë si Kostian kam qenë shumë kurioz gjithmonë të njoh Monikën për te kamerave. Monikën si është në përditshmërinë e saj. Do të thënë, sa ndryshon Monika e ekranit nga Monika e përditshmërisë? Shiko, në fakt, Monikën në ekran e shikon vetëm në atë fragment të jetës Monikës. Jo se Monika ka ndryshe sjellje në ekran, ndryshe sjellje në jetën e përditshme. Unë ajo që kam qenë mund të jem pak më e redaktuar ose më e zdruguar që i thonë në aspektin e fjalorit apo të sjelljes apo dhe të mimikave, por në vërtetësinë e saj është ajo që ka qenë. Mendoj që ta njohësh Monikën larg kamerave është shumë interesante. E vërtetoj këtë gjë. Unë kam menduar që nuk kisha në një gjë, por fakt çdo ditë më shumë ma thon fëmijët, që është shumë interesante, je si një beb gjigant në ato gjërat e tua që do të bësh, në fakt ka ca gjëra që më pëlqejnë që ti bëj. Unë e kam pasur gjithmonë këtë përshtypjen që ti ose ke qenë ose je një vajzë rebele. Qo, rebele jam. Me thënë, një që nuk pajtohesh me, ose nuk ndjek një trend të caktuar, për shembull. Ke atë linjën tënde, je në atë rebelizmin tënd. Unë për shembull nuk më pëlqen moda. Për shembull të ndjek modën, doli për shembull ngjyra, po themi gurkalis në trend i këtij sezon. Unë nuk vesh me gurkali. Mund të më pëlqej shumë, por nuk e vesh. Jam rebele, patjetër që jam rebele. Reagoj për një padrejtësi, dhe ndoshta reagimin ndaj padrejtësive, që do thoni ju pse s'reagon për të tjerët, unë reagoj për rrethin tim shoqëror. Për te kësaj rebeles, është Monika një vajzë e ndjeshme, a ke qarë në njërë pas kamerave ti ku askush nuk e ka ditur që ti ke qarë dhe për çfarë ke qarë? Unë dua të qaj, ka momente që dua të qaj, por nuk qaj dot. Ka momente të ndjeshme, sidomos të marrëdhënies prindër-fëmijë, që për mua ato janë hyjnore dhe kur cënohen, apo kur preken, apo edhe kur kërkojnë edhe të instrumentalizohen, apo edhe të tregohen, janë shumë të bukura dhe marrëdhënia e prindit me fëmijën për mua është e jashtëzakonshme. Duhet bësha vetë prind që ta kuptoja, sepse nuk e kuptoja çfarë dashurie kishin prindrit e mi kur unë isha e re. Ma qef keni bërë që më keni bërë, kush ju thatë më bëni, që është kjo historia kërkova unë. Që kërkova unë, ose do të hedhë në gjyq, që them pse më bët, më kupton? Ka pas momente që, sidomos kur janë këto momentet emocionale, të disa pikave të dobta që kanë njerëzit në jetë, që janë edhe të pafat. Kështu që kjo është një gjë që e bën pak të pambrojtshme, pra unë rëndohem. Ka momente që dua të qaj, por nganjëherë revolta më bën që mos qaj. Jo, po nuk qaj dot, se domethënë kur mua më bie në qafë, për shembull, unë dua të qaj nga dobësia ose nga emocion. Por revolta është më e madhe se sa e momenti ndjeshëm. Dhe ajo revoltë ta largon lotin, të largon, po themi, gjithë ndjenjën, gjithë emocionin, dhe të kthen pastaj të bën në një përbindësh emocional i cili e mund. Fantazoj romancën time të gjimnazit, fantazoj romancën time të universitetit, fantazoj romancën time në politikë, që një romancë është e gjitha, laj thaj, ku do që të shkosh, dhe ndoshta mendoj që mund të këtë qenë dhe e gabuar, se di. Çfarë titulli mund t'i vendosja romancës tënde? Unë do t'i vendosja romancës time titull, nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë gjë, sepse është një konglomerat ndjenjash. Gjen brenda revolt, gjen brenda dashuri, gjen brenda mbijetesë, gjen brenda emocion, gjen poezin, gjen tregimin, gjen egërsin. Ka shumë gjëra të cilat her pas here kanë vendosur jetën time për të një filmi dhe një libri.
e kanë vendosur jetën time në një botë virtuale që është jashtë atij realitetit të cilit unë kam ndërtuar në gjithë këtë periudhë. Unë do ta quaja romancën time si një buqet me lule, e cila brenda vetes saj ka lulet e shumë ngjyrsha që fillojnë nga të bardha dhe përfundojnë ke bluja e errët. Ka nga ato lulet të cilat edhe ngjyrosen në mënyrë artificiale për të krijuar një pigment ndryshe, por ashtu siç ke edhe atë lulen me gjëmba, trëndafilin me gjëmba, ashtu ke edhe atë luleborën e bukur që do shumë që ta mbash. Ashtu siç do edhe janë shumë gjëra bashkarisht aty brenda, të cilat kanë të mirat dhe të këqijat e tyre, po diku ka edhe një lule të vyshkur, e cila shitet me buqetën me lulet e freskëta. Në këtë buqetën e madhe që ti the me gjithë këto lule që secila përfaqëson nga një kujtim të ëndin, aty gjen Monikën 20 vjeçe. Çfarë do t'i thoje Monikës 20 vjeçe në këtë kohë me këtë eksperjenca? Mendoj që duhet kisha bërë diçka më shumë për veten. Pra, nuk duhet isha përkushtuar aq shumë dashurisë dhe politikës ndoshta. Po, duhet isha më racionale, po në dashuri njerëzit nuk janë racionale. Jo, absolutisht, askush nuk mendon sot. Unë e mendoj sot sepse sot jam në një proces tjetër biologjik, flasëm atë që është, në një fuqi energjie tjetër, pra nuk është ajo Monika që rinë 72 orë pa gjumë. Tani futi laçet, cilnoksin edhe flesh gjumë. Rish 72 orë pa gjumë, po i kanë nga fiqiri, domethënë. Ndërsa atëherë ishte një energji komplet gjë tjetër. Unë do ndalem pak edhe tek pjesa jote si nën. Çfarë nën është Monika? Është nga ato mamat e rrepta apo që i lë dhe fëmijët e tyre edhe të gabojnë, se ndoshta nga gabimet ata do të mësojnë? Unë nuk e di, se kjo ndoshta është një pyetje që duhet me pyet fakt fëmijët, pavarësisht. Ti vetë, ndoshta në bisedë si e shikon ti në optikën tënde? Unë optikën time e kam parë veten time edhe tolerante, por edhe shumë kërkuese. Domethënë kërkuese në presion. Unë kam qenë presionaxhie pa parë. Unë mendoj që kam bërë presion edhe kalamajve dhe hiç bashkëshortit tim. Domethënë në mënyra të ndryshme. Pra, jo në mënyrë që unë po të bëj presion dhe o bëj kështu si them unë, ose po mënyrën se si e ndërtoja edhe bisedën dhe ambientin, bështe që nuk i leja zgjidhje tjetër, të shkonin ke zgjedhja ime. Që në një farë mënyrë ishte skem. Ishte skem. Po. Megjithatë, unë gjithmonë jam nisur në kuadrin e mirë të gjës, pra unë doja që fëmijët e mi të shkolloheshin mirë, të kishin një shkollë të mirë, të kishin një edukim të mirë, jo thjesht si një certifikat, si një karton, por ta kishin edhe në aspektin e dijes, për të vetëm në arsye sepse mendoja që në jetën që ne jetonim dhe në shoqërinë që ne jetonim, unë kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them, biles më thonin që pse e thua këtë gjë, po unë vazhdoj dhe besoj dhe e them të. Miqtë tan nuk do të jenë kur miqtë e fëmijëve tan. Asnjëherë. Dhe unë aprovova që në momentet vështira miqtë jo që si ran telefonit, por përkundrazi u bën barr për ne. Ndërsa armiqtë tan do të jenë gjithë jetën armiqtë e fëmijëve të mi. Dhe armiqtë tan tregon të vërtetën që inatët dhe po themi urrëtin që kishin ndaj nesh, e nxirrnin ke fëmijët tan, pra duke i sabotuar, duke i kriju probleme. Ajo që dua unë të trajtojmë tani ose të flasim, dua të cek pak pjesën e divorcit. Por jo si u divorcua dy politikanë, por si njerëz të thjeshtë. Me thënë, pra, unë mendoj në gjithë optikën time është që divorci juaj ishte në sy të gjithë publikut, në sy të gjithë njerëzve. Sepse edhe publiku e ndërtojë. Okej, është dhe kjo. Prandaj kjo është arsyeja. Pra, ndoshta një çift tjetër kishte këtë luksin për të pasur një divorc të qetë për ta përfithur një vetë. Edhe ne divorcin e qetë e kishim nga ana ligjore, por nga ana emocionale nuk ishte i qetë. Po. Si e ke përjetuar ti këtë divorc? Shumë keq e kam përjetuar. Mund të them që kam pirë nuk e di sa paqeta cigare kam pirë atë moment. Ne kishim filluar një konflikt për arsye të jashtme, jo të brendshme. Unë dhe Iliri kur nuk kemi pas konflikte personale asnjëherë. Qoftë në marrëdhënies tonë çift, qoftë marrëdhënieve familjare. Nuk e di sa të shndodhi, nuk e di sikur e lëvizi njëri me dorë, bam. Një gjë tjetër nga një gjë tjetër, domethënë. Ndoshta edhe unë isha e lodhur,
se vite pa fund, domethënë duke qenë gatitur, emocionale, presioni politikës bën të punën e vet, presioni spakut bën të punën e vet, ndërkohë që unë punoja për gjërat, pra, domethënë kishte filluar lufta e spakut ndaj nesh, dhe që sido që të vinte, mua dashi pa dashi më duheshte të filloja të mblidhja dokumentat, sepse spaku po më kërkonte gjëra të 2007-2008-s. Ishte një situatë. Ishte një lëmsh i madh. Jo, një lëmsh i madh që ti nuk jep që do ta zgjidhje emocionale, jo më zgjidhje racionale. Pra edhe nga ana emocionale se ti ndihesh e revoltuar. Po ku gjete forcën të gjithë, më thënë, për ta përballuar? Fëmijët. Se kishe divorcin. Janë fëmijët, dhe nga kjo gjë filloi e gjitha. Pra, çfarë ndodhi? Iku Iliri nga shtëpia, okej, mendoja që do hiki disa ditë, një javë, muaj, ka nevojë për lirinë e vet, ka nevojë për hapësirat e veta, sepse të gjithë ne kemi nevojë për hapësirë. Vjen një moment që unë dua ta shoh një herë, a e dua unë me këtë njerëz as e dua unë me këtë njerëz. Dhe sigurisht që sado që ti mund ta duash, nëse kjo është dashurie e një anshme, ti nuk mund ta investosh dot. Ndoshta po të kisha qenë më e re, do ta kisha gjymuar. Domethënë po të kisha qenë 10 vjet, 15 vjet apo edhe 20 vjet më e re. Do t'i kisha shkuar nga mbrapa. Ndoshta në atë pozicion që isha me një presion shumë më të madh, ndoshta edhe psiqik, edhe emocional, edhe fizik, e kisha ndoshta të pa ose më të vështirë për ta bërë. Ndoshta nuk e di, s'di ç'a të them. Njerëzit të rrethëqartë që kishim të dy bashkë, edhe unë dhe ai ishin njerëz të cilët ndikonin, po themi, emocionalisht tek ne. Pra gjërat të tjera më thonin mua, ndoshta gjërat të tjera i thonin atij. Domethënë krijonin, po themi, një konflikt jo real, i cili solli që një ditë duke parë ndeshjen Itali-Francë nga televizori, më vjen një mesazh i lajmit që Ilir Meta thot në një emision televiziv që divorcohen, kanë çuar ish bashkëshortja, kanë çuar. Si ishte reagimi në atë moment? Ndjeva keqardhje për veten time, se ju nuk është se kishit diskutuar më përpara. Domethënë ty të erdhi si rrufe në qelë hapur. Unë çdo gjë mendoja në jetë, unë mendoja që edhe mund të vritesha me Ilir Metën fizikisht. Ti ngulja thikën apo të mbërtet thikën, domethënë në konflikte, se ne kemi pas konfliktet politike, për politikë. I kemi pas shumë të egra. Po divorc nuk e kisha menduar kurrë. Pra, unë të jetonim edhe çeveç, mund të hikja unë me studime jashtë shtetit, çdo gjë, por divorc nuk e kisha menduar, sepse nuk ekzistonte divorci emocional, po themi, edhe institucional, se çfarë do ndanim ne të dy bashkë, do iknim nga certifikata familjare. Se pavarësisht se çfarë thonë njerëzit, jo prona, jo drejt, unë them, o Zot, të jem siç më shohin sytë e botës, dhe mos jem kjo që jam. Kjo që jam. Në aspektin, po them. Dhe kur pash atë një dëshpërim emocional, i jashtëzakonshëm, e dhimbshme, por ndërkohë kisha 3 fëmijë që ishin të rritur, po ata si e përjetuan, se vërtet ishin të rritur, po. Jo, po, çfarë ndodh, sepse Liri pati thënë që unë kam folë me djalin, unë marr djalin. Besash nga ja po ikit marr motra tha. Tash unë, ore këta ku ti bave? Po. Të ka thënë që ti për po më ka thënë. Po mi si s'më theti mua, se kjo i kishte thënë diku nga ora 5. Mbas ditë unë kam marrë vesh në orën 8:30. Tha po ndoja të takohesha me Borën dhe me Erën dhe të vinim të ta thonim ty. Thash unë, ti do të kisha thënë një fjalë. Thonë ishte një kështu, por ka qenë aq e rëndë për ta, sa që ata nuk gjenin dot të shokuar, kanë qenë se dy prindër që gjithkohë si kanë parë bashkë, solidar, solar, se nuk kanë para asnjë moment, po themi, agresiviteti, dhune ose bërije, domethënë. Pra familja perfekte. Çdo gjë perfekte. Një familje që ndoshta na morën sysh. Dhe sigurisht që ishin të goditur në kuptimin emocional. Megjithatë s'ishte problemi as ka as. Që ishte një problem që kishte ndodhur dhe u kisha 2 rrugë. Domethënë, o të vazhdoja përpara, ose të bija në humnerën emocionale të divorcit. Kështu që
të më thënë, Humlera ishte jo alternativ për mua, kështu që ishte e pa negociushme. Kështu që e ktheve në forcë të gjitha të dëshpërinë. Më shumë një javë s'dola nga shtëpia, pse të gënjej kot. Po se këtë do të më thënë, more vesh lajmin në mënyrë mund ta quaj jo normale? Po sigurisht ishte jo normale. Edhe jo gentile. Gentile, po. Po ta flasim tamam siç është, më që nuk ishte normale për kudo. Qoftë Monika Kuremandhi, qoftë Kostian Gjerazi, kushdo qoftë. Si ishte ajo java, domethënë, për ty ose si çfarë ndryshoi nga rutina jote? Ishte e rëndë emocionalisht, sepse isha përjashtu nga partia. Këto domethënë tani kuptoj këtë po themi mediokritetin politik të shoqërisë ku ne jetojmë. E para herë fillova të pastru. Se unë kështu e kam stresin dhe pastroj. Pastroj me dollape, me gjëra, me garderoba, laj kot, laj xhama, laj banjo, me racit, fërko këtu, fërko atje. Edhe hiq mendjen. Pastaj ndërkohë merresha edhe me dokumentat, se duhet bëja këto analizat financiare të mia, mblidhja letrat, prova, gjërat. Kam dorëzuar në shtator 8.000 faqe në SPAK, një. Kishte mbaruar dashuria, por unë pleqat kaq një zonjë, unë do divorcohem, do të çoj letra në gjykat, kështu që ne të dy s'kemi më punë bashkë, të mirupafshim. Pra i lajmërim tamam si një çift i martuar. Po martuar. një qoftë edhe një mesazh. Se okay, për tu takuar, ndoshta s'do të takohesh, s'do të shikosh suratën tim, po një mesazh në telefon mund të ma çonte. Po kush është kujtimi më i bukur që ti ruan me Ilir Metën? Diçka domethënë që e ke të shenjtë, sekret, diçka që është sa që e kujton të vë buzën gaz. Unë kam shumë kujtime me Ilir Metën, të cilat janë kur i mendon dhe kur i shikon thua si ka mundësi që kemi përfunduar këtu. Është momenti kur kam ngel shtatzan me Borën. Ishte domethënë një moment që unë i them ti që dëgjoj, them unë jam shtatzan, po ashtu ta heqim fëmijë, se ishim pa shtëpi, pa gjë, domethënë ishim të pa sistemuar, sepse ne jetonim ndërkohë ke shtëpia e prindërve të mi. Me thot mua, ti da heqësh të fëmijë, ti jo që me mua s'flet në këtë botë, por as në botën tjetër. Pra ka qenë disa momente, po themi, të çuditshme. Tani, unë jam shumë kurioz të di që a është e mundur që një dashuri gati 30 vjeçare të shuhet direkt? Jo, nuk shuhet dashuria. Ti shuan ke prer urën e komunikimit saj, por dashuria nuk shuhet, domethënë çdo që të ndodhi, sado që ti mendon për shumë pse ma bëri, pse ma tha, pse kështu, pse ashtu, unë nuk mund të them që mua Ilirim ka trajtuar keq. Edhe s'kam pas dashuri, përkundrazi, mua im ka trajtuar shumë mirë, ka qenë shumë tolerant me mua, unë kam qenë e pavarur, po themi, ose në mendimin tim, mund të quhem e pavarur, ndërsa mund të kem qenë, po themi, e kontrolluar emocionalisht. Se dim tani këtë gjë, se kjo është specie në studim në këtë drejtim. Nuk shuhet, çdo që të ndodhi. Përveç se është baba i fëmijëve të mi një herë, as e papare, dyta, unë nuk është se i kam bërë fëmijët se më duhen, unë kam bërë fëmijët nga dashuria. Se ke dashur. Se kam dashur. Pra, ke ende ndjenja për i bashortin Ilir Meta? Po, patjetër që kam ndjenja dhe jam e bindur që ndjenjat e mia për të nuk kam për të shuajtur asnjëherë, domethënë do t'i marr me veten varr. Kështu që është tjetër gjë që ati janë shuar ndjenjat për mua, kështu që është një gjë që se kot që unë këto ndjenja ti vazhdoj dhe ti instrumentalizoj, po themi. Ndoshta unë edhe që flas tani, mund të quhet si një lloj shprehje, por kjo është një komunikimi imi, që unë kam për veten time dhe për qenë konsciente për atë çfarë them dhe i qëndroj asaj që them. Pra në zemrën tënde nuk ka vend për një dashuri të re? Jo, nuk mendoj kur që do ketë, sepse unë në 33 vite njohje që kam në të, janë vite të cilat janë të mbushura goxha dhe s'mendoj që mund të zëri njëri vendin e ati në zemrën time,
sepse është një gjë që nuk u ndava unë nga Ilir Meta, që të kërkoj një dashuri të re. Ndaj nga te. Ndaj nga unë, kështu që. Dhe pyetja e fundit, sonda ta mbyllë pikërisht me këtë gjë. Në fund të gjithë shkaje, si do donte ose si do doje të kujtohej Monika Kuremadi? Unë do doja që të thonin mamaja Besarit e Borës dhe Erës. Sa e bukur ishte kjo. Unë jam shumë i lumtur që e zhvillova këtë intervistë, edhe për te kamerave unë ta kam thënë që kam pasur gjithmonë shumë dëshirë të të Nuk njoh. knaqja shumë, se fola shumë kështu, patorash, ka dhe shumë qetë. Dhe uroj shumë që njerëzit ta kanë njohur Monikën për te politikës, për te Big Brotherit, për te të dalurën në ekran. Shiko, Dhe kjo që bën jam ti shumë i lumtur për këtë gjë. është një mision impossible. Pra, njerëzit Nuk është ai shumë impossible. Njerëzit gjithmonë do mundohen të gjejnë gjërat e vogla, por ti jep atë tënden. Pastaj se çfarë duan të hajnë të tjerët, Të besojnë çfarë të duan. besojnë çfarë duan. Tani unë do të lë të shkosh te Artemisa. Patjetër. Për një dhe- girly talk, të flisni për ca gjëra, kështu që vetëm ju i Tani- dini. Tani Monika në një tjetër Në dimension. një dimension tjetër. Nëse më lejon të t'jap një përqafim, se Patjetër. ishte një kënaqësi shumë e madhe. Oh, shumë faleminderit. Faleminderit.